edhe ka qenë rol shumë sfidus, e kom marrë, e kom analizu, e kom mendu, a muj me bo, as muj me bo, edhe kom thonë, okej, po rezikoj, sepse kam qef gjithmonë se cilin rol me provu, dhe thash, okej, po e provoj edhe rolin e prostitutës. Qyshe ke gjetë vetën, a ke mujtë me hinë rol, a ka qenë e fështirë? Ka qenë shumë e fështirë, normalisht se pak e ngurëtsume, se nuk më isha mi bo lëvizjet aty mrena, dani kanë qenë 3 puthje që i kom bo, mrena në sken, këtë shfaqje, edhe normalisht jem konë pak e ngurëtsume, dirisa regjisorja dhe ka bërtita, ja bëne, ja mëse bën heq, e ma ndej që aty mua, se unë e du vish me bërtit. Edhe që aty po, i thash, okej, se po e bëj edhe qaj pjesë ka qenë shumë e mirë që u realizu, edhe ma ndej shfaqja dulë shumë e mirë. Shumë po me interesant kjo pjesa jote personale, tash kur e ki një rol të tillë që e ki këtë dileme na me bo, a mës me bo. Çka është ajo që e ki pikpyetje para gjykimi i ndjekësve, i shikuesve, i prindve, i familjes? Edhe pse sa rënd one nuk ja uvnoj shumë menëm para gjykimeve, me të thonë drejtën kështu, sepse gjithmonë ki mu para gjyku. Gjithmonë. Për çka do që bën ki mu para gjyku. Qofsh për mirë, qofsh për keq, ki mu para gjyku gjithçysh, sepse nuk ka njeri perfekt. Edhe po. Pa dyshim që gjithë kush gabon edhe normal gjithmonë ka mu ka një para gjykum. Edhe unë për shkak të para gjykimit, normalisht që menoja, ta bëja, mës ta bëjna, am flen mua, jo, adin, po që ma ndej kur nalna menoj edhe shoqe okej, të provoj se nështë ta së ndodh ma i sen.